Shkurt kryetarin nuk e kam ndërmend me zgjat shumë, po do më thonë vetëm një fakt. Fakti që vetëvendosja ka zgjedhur që çështjet juridike ti mbroj përmes ministrit të financave, tregon mjaftueshëm sa seriozisht e keni marrë kushtetutën dhe ligjin. Ju mund të jeni unë nuk mendoj as që e keni bërë punën si ekonomist mirë, po nejse. Edhe një herë po sqaroj për fundit herë. Nuk e kuptoj pse bën atë lexim. Do të thotë ose pse si jurist. Ky nen paragrafi 5. Prit, është të lexoj unë, prit pak. Kufizimet e përcaktuara në këtë vlen edhe për qeverinë në këtë nen. Kufizimet, o zotëri, kufizimet. Ndërkaq neni që të lejon me pru këtu, thot përjashtimisht. A kupton përjashtimin për kufizimit? Paragrafi thot përjashtimet. Dëgjoj, mundi me qesh sa doni, njerëzit të na po. Regjia, veç pak, zoti Gruda, edhe në rregull, edhe 30 sekonda, zotit Gruda, do në bëjë përjashtimin e një. Kufizimin në kupton pa mundësin me pru ligjin. Përjashtimi, thot ligji, mundet me pru qeveria që është në dorëheqje. Këtë është shumë qartë, mos mendoj që kam debat më shumë me juve. Fakti edhe njerë që keni zgjedhur të mbroni me një ekonomist për çështje juridike tregon shumë. Vjen keq. Faleminderit kryetar. Replika kërkuar zonja Haxhiu. Faleminderit i nderuar kryetar, kam vetëm një replik të shkurtër me zotin Gruda. Së pari, nuk është në rregull që nuk e lexon nenin deri në fund, paragrafin deri në fund, pra paragrafin 5 të nenit 31, sepse ky thot kështu: kufizimet e përcaktuara në këtë nen vlen edhe për qeverinë në situatën siç përcaktohet në nenin 28 paragrafin 1, nën paragrafin 1.1 të këtij ligji, deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra, mandati i qeverisë përfundon paragrafin 1.1 me përfundimin e mandatit 4 vjeçar të kuvendit. Pra ne kemi përfunduar mandatin 4 vjeçar në fund të marsit. Prandaj edhe ligji na lejon, pra kjo qeveri ndetyrë që të dërgoj buxhet në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe në këto rrethana mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që opozita, LDK, PDK, AK e Nisma, e lista serbe, sepse jeni bërë bashkë gjatë gjithë kësaj kohe, jeni bashkë edhe sot, për të bojkotuar vendime tepër të rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës. Buxheti nuk është i Albin Kurtit. Nëse keni nati me kryeministrin Kurti, po a bëj të qartë, buxheti prej rreth 4 miliardë euro është i shtetit, është i qytetarëve, dhe mendoj që me pas prokurori të përgjegjshme e profesionale, të gjitha ata të cilët tentojnë me fut vendin në krizë sociale, ish dashur mu përgjigj penalisht. Ne po, kemi mund ta bëjmë qeverinë, po ne nuk bëjmë pazare siç keni bërë ju. Me tendera, me ambasada, me listën serbe që jemi detyruar mi prit, me orë të tëra këtu në kuvend, vetëm për m'ia u dhënë votën për qeverinë. Ne s'jemi si ju, prandaj ne s'bëjmë ashtu. Shkojmë në zgjedhje dhe pastaj qytetarët e Republikës së Kosovës ju japin dëshkimin që ju e meritoni. Kundër replik, zoti Gruda. Me pos një vend ministre drejtësisë 5 vjet, një person që dallon kufizimet prej përjashtimeve në ligj, është e tmerrshme. Edhe një herë, kufizimet thot vlen, kufizimet, nëse gjeni një jurist pavarur në këtë vend, që e thot këtë që po thot ish ministre e drejtësisë, unë e dorëzoj mandatin e deputetit. Nëse ka gjykat, po jap një premtim publik, jo prit, një premtim publik. Nëse e çoni ju në cilën do gjykatë Kosovës, dhe del siç po thoni ju, unë premtim publik e dorëzoj mandatin. Mojeni mend pe me. Unë e dorëzoj mandatin. Faleminderit shumë.